sipas programit të nisë me paraqitjet e librave shkencor të seksionit të gjuhësisë dhe letërsisë së Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Fillojmë me librin, do të thotë me projektin Leksikon i termave të gramatikës, me autorët Recep Ismaili, Bardh Rugova, Rahman Pacharizi, Kadire Binaj, Bahri Koskoviku, Qendresa Jakupi, i cili u botuan nga Shakun Prishtinë vitin 2025. Për vlerën shkencore dhe praktike të leksikonit termave të gramatikës, do të na flas akademik Shkumbin Munishi, i cili është edhe njëri prej recenzentëve të librit. Urno, profesor. Faleminderit. Zonja dhe zotrin. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, të nderuar të pranishëm, botimi i leksikonit të termave të gramatikës nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës përbën një ngjarje me rëndësi të veçantë për gjuhësinë shqiptare dhe për studimet albanologjike në përgjithësi. Ky vëllim përfaqëson një arritje të konsoliduar akademike, e cila synon jo vetëm të sistemojë terminologjinë gramatikore në gjuhën shqipe, por edhe ta vendos atë në një kornizë teorike bashkëkohore të krahasueshme me traditat më të zhvilluara të gjuhësisë ndërkombëtare. Në këtë kuptim, leksikoni nuk është thjesht një mjet ndihmës terminologjik, por një kontribut i drejtë për drejtë i ndërtimit të diskursit shkencor në gjuhën shqipe. Autorët e kësaj vepre, Recep Ismaili, Bardh Rugova, Rahman Pacharizi, Kadire Binaj, Bahri Koskoviku dhe Qendresa Jakupi, përfaqësojnë breza dhe profile të ndryshme të gjuhësisë shqiptare, të bashkuar në këtë ndërmarrje të rëndësishme kërkimore dhe akademike. Ky pluralizëm autorësie jep leksikonit një thellësi konceptuale dhe një ekuilibër metodologjik, duke shmangur qasjet njëdimensionale dhe duke reflektuar pikpamjet e brendshme të disiplinës. Përkuzimet dhe sqarimet e ofruara dëshmojnë një njohje të gjerë të literaturës shkencore, një vetdije të qartë për traditën gramatikore të Shqipës. Si projekti i Ashakut, leksikoni i termave të gramatikës vjen si vazhdim i një nisme institucionale të qëndrueshme për ndërtimin e leksikonëve terminologjik në fushat kyçe të gjuhësisë. Ai pason botimin e leksikonëve të termave të fonologjisë dhe të fonetikës, si edhe të sociolingvistikës, duke plotësuar kështu një kuadër themelor të disiplinave lingvistike. Kjo vazhdimsi dëshmon jo vetëm për kushtimin e institucionit ndaj kërkimit shkencor, por edhe një strategji afatgjate për standardizimin e terminologjisë dhe për forcimin e shqipës si gjuhë e dijes. Mungesa e leksikonëve të tillë në gjuhën shqipe ka qenë prej kohësh një problem i evidentuar në qarqet akademike. Termat gramatikor janë përdorur shpesh në mënyrë të paunifikuar, me kuptime të ndryshme sipas autorëve, shkollave teorike apo traditave universitare. Në shumë raste, studiuesit dhe studentët janë detyruar të referohen burimeve në gjuhë të huaja, gjë që ka krijuar vështirësi në përkthimin e koncepteve dhe në përshtatjen terminologjike. Në këtë kuptim, ky leksikon përfaqëson një ndërhyrje të domosdoshme dhe të mirëpritur për ta rregulluar gjendjen paraprake të terminologjisë së gjuhësisë. Rëndësia e leksikonit të termave të gramatikës qëndron para së gjithash në rolin e tij shpjegues dhe sqarues. Përkufizimet e termave janë të ndërtuara me kujdes, duke respektuar saktësinë konceptuale dhe duke shmangur ambiguitetet. Autorët synojnë të japin jo vetëm një definicion formal, por edhe një shpjegim funksional të termit brenda sistemit gramatikor, duke u mbështetur në referencat shkencore përkatëse. Kjo qasje bën leksikonin veçanërisht të dobishëm për një audiencë akademike, e cila kërkon qartësi teorike dhe koherencë metodologjike. Një veçori dalluese e këtij botimi është natyra e tij enciklopedike. Leksikoni nuk përkufizohet me përkufizime të shkurtra, por ofron shpjegime të zgjeruara, dallime konceptore, në ndarje terminologjike dhe në shumë raste diskutime të shkurtra teorike. Kjo e vendos veprën në një nivel më të lartë se sa fjalorët terminologjik tradicional, duke afruar atë me formatin e një enciklopedie të specializuar gramatikore. Pasuria e referencave shkencore përbën një tjetër vlerë të rëndësishme të leksikonit.
për kufizimet mbështeten në literaturë bashkohore e lingvistike, duke reflektuar zhvillimet kryesore të teorisë gramatikore në nivel ndërkombëtar. Në këtë mënyrë, termat gramatikore në gjuhën shqipe lidhen drejt për drejt me konceptet universale të gjuhësisë, pa humbur specifikat e traditës gramatologjike shqiptare. Një aspekt thelbësor i leksikonit është mbështetja për kufizime në koncepte moderne shkencore lingvistike. Termat trajtohen në dritën e teorive aktuale të morfologjisë dhe të sintaksës, por edhe të semantikës, duke përfshirë qasjen strukturaliste, funksionaliste dhe aty ku është e nevojshme edhe generative. Kjo e bën veprën aktuale dhe të përditësuar, duke reflektuar gjendjen e sotme të disiplinës. Në të njëjtën kohë, autorët tregojnë një ndjeshmëri të veçantë ndaj traditës gramatikore shqiptare. Konceptet tradicionale të pranishme në gramatikat klasike në gjuhën shqipe nuk përjashtohen, por sqarohen dhe rikonceptualizohen në raport me teoritë moderne. Ky dialog mes traditës dhe bashkëkohësisë i jep leksikonit një dimension historik dhe kritik, duke ndihmuar lexuesin të kuptojë evolucionin e mendimit gramatikor. Në këtë mënyrë, leksikoni pasuron ndjeshëm shpjegimin dhe sqarimin e termave të lingvistikës në gjuhën shqipe. Ai kontribon në ndërtimin e një terminologjie të qëndrueshme dhe të unifikuar, e cila është parakusht për zhvillimin e mëtejshëm të kërkimit shkencor dhe të mësimdhënies universitare. Standardizimi terminologjik që ofron kjo vepër ka rëndësi të veçantë për komunikimin akademik dhe për prodhimin e dijes në shqipe. Leksikoni i termave të gramatikës mund të përdoret si tekst shkencor referencial për studiuesit dhe hulumtuesit e gjuhësisë. Ai ofron një bazë të sigurt për sqarimin e koncepteve dhe për orientimin teorik në studimet të avancuara. Njëkohësisht, vepra ka një potencial të madh didaktik, duke shërbyer si tekst ndihmës për studentët e gjuhësisë dhe për mësuesit e gjuhës shqipe. Struktura e qartë e leksikonit, numri i konsiderueshëm i zërave, organizimi alfabetik dhe koherenca e brendshme e shpjegimeve e bëjnë atë të lehtë për përdorim praktik. Ky aspekt është veçanërisht i rëndësishëm për audiencën akademike, e cila kërkon qasje të shpejtë dhe të besueshme në informacionin terminologjik. Si projekt i Ashakut, ky botim dëshmon rolin qendror të institucionit në zhvillimin e shkencave humane dhe në ndërtimin e standardeve akademike në hapësirën shqipfolse. Ai përfaqëson një model të mirë të bashkëpunimit institucional dhe akademik, i cili mund të shërbejë si shembull për projektet e ngjashme në të ardhmen. Në një kontekst më të gjerë kulturor dhe shkencor, leksikoni i termave të gramatikës kontribon në forcimin e shqipës si gjuhë e dijes dhe e shkencës. Ai tregon se shqipja ka kapacitet të artikuloj koncepte të ndërlikuara teorike dhe të mbështesë një diskurs akademik të nivelit të lartë. Në përfundim, kjo vepër përfaqëson një kontribut themelor afatgjatë për gjuhësinë shqiptare. Ajo pasuron terminologjinë, thellon kuptimin e koncepteve gramatikore dhe krijon një bazë të fortë për studime të mëtejshme. Autorët meritojnë përgëzime të veçanta për punën e bërë me rigorozitet shkencor, përkushtim dhe përgjegjësi akademike, sepse leksikoni i termave të gramatikës mbetet një vepër referenciale për audiencën akademike dhe një gur themeli në zhvillimin e mëtejshëm të gjuhësisë shqiptare. Faleminderit. Falenderojmë shkumbin Monishin, profesor Monishin për paraqitjen dhe tash nëse ka dëshirë, ftojmë profesorin Recep Ismaili, i cili ka udhëheqë në një farë forme punën në këtë projekt apo libër. Pra, projekti dhe libri është punu në kujdesin e akademik Ismailit. Urna, profesor. Përshëndetje, për të gjithun, mbas fjalës recenzentit akademik Munishi, mjaft të qartë dhe gjithë përfshirëse, do të them vetëm disa elemente shumë të shkurta, informative për ky libër vjen pas dy realizimeve të tjera që kanë qenë po kështu të rëndësishme për leksikonin e fonetikës dhe të sociolingvistikës, i cili mendoj se për herë të parë në gjuhën shqipe ka sjellë një materie shumë të gjerë dhe shumë të begatshme, me artikuj të veçantë, jo vetëm me shpjegime leksikografike, ndërsa supozohet që të vazhdoj me një punë më të gjerë. Këtu autor janë, risia është që kemi më shumë autor,
dhe kemi një grup autorësh të rinj nga Universiteti i Prishtinës, që i bashkohen këtij koncepti. Koncepti fillimisht përfshinte rreth 1500 fjalë, të cilat do të trajtoheshin, pastaj me kohë u detyruam për arsye nga më të ndryshme ta reduktojmë në rreth 1200. Deri tash janë përpunuar rreth 3000 njësi të tilla dhe mendojmë të vazhdojmë. Vazhdimi mund të jetë në forma të ndryshme me këtë koncept, të cilin e kemi krijuar në seksionin e gjuhësisë dhe të letërsisë, dhe i falenderoj shumë me këtë rast kolegët nga Fakulteti Filologjik, Departamenti i Gjuhës Shqipe, që janë bashkuar me konceptin ton dhe kanë qenë shumë të frytshëm në këtë bashkëpunim. Ne mendojmë që kjo duhet të vazhdojë edhe me një sër tjetër fjalorësh, për shembull për teoritë e diskursit, për poetikën, për retorikën, për gjuhësinë historike krahasimtare, dhe tashmë janë edhe të projektuara në një fardore, por fuqitë tona brenda seksionit tash për tash nuk mjaftojnë, dhe këtë dua ta ndëgjoj posaçërisht kryetarja, sepse seksioni ka nevojë për mbështetje edhe tjetër, jo vetëm profesionale, në mënyrë që ta realizojë këtë projekt kaq të rëndësishëm për ne, me shumë të vlefshëm. Problemet që kanë qenë jo vetëm në përzgjedhje, por edhe në trajtimin e këtyre çështjeve janë nga më të ndryshmet. Ne jemi përpjekur të zgjedhim, të ndjekim një rrugë të matur në përzgjedhjen e fjalësit vendor shqip. Atje ku ka qenë e mundshme, pa bërë eksperimente të mëdha, i kemi zgjedhur fjalë shqip. Por gjithmonë duke dhënë referencën, duke mos e humbur referencën ndërkombëtare, sepse pastaj humbet edhe qëllimi i fjalorit. Ta zëmë. Po ju jap një shembull dhe po e mbyll. Fjala diskurs në gjuhën shqipe ka hyrë nga anglishtja, po është fjalë frenge, diskur, dhe në shqipe kemi te Pjetër Bogdani diskorso e përkthen me ligjeratë, dhe kemi fjalë të mrekullueshme, ligjeratë dhe pjesë të ligjeratës pastaj. Mirë po, fjala ligjeratë në kuptimin gramatikor është pak më e ngushtë se sa në një kuptim më të gjerë tjetër, ligjërat publike, ligjërat e tjera. Dhe tashti në përdorime ndërkombëtare, fjala frenge në Francë përdoret si diskur, por ndërkombëtarisht ka hyrë fjala angleze, amerikane, versioni amerikan diskurs. Dhe ne jemi shtrënguar këtu të lëshojmë pe para kësaj trysnie të amerikanizmave të kohës sonë, për ta mbajtur raportin me referencat ndërkombëtare. Përndryshe do duhej, unë vetë e kam përdorur termin ligjërat, bile edhe kur e kam përkthyer Michel Foucault. Por në shumë raste më delte e pamjaftueshme, se te Foucaultja shtrihet në fusha shumë më të gjera sociale. Prandaj ka shumë probleme këtu dhe do të ketë edhe më shumë në trajtimin e fushave të tjera, si teoritë e diskursit shumë aktuale, si teoritë letrare, si teoritë retorike e kështu me radhë. Uroj që të bëhet një punë, që të vazhdoj kjo punë dhe të kryhet si duhet. Faleminderit. Falenderojmë akademik Recep Ismailin për sqarimet, komentet edhe njoftimet që lidhen me projektin e leksikonit gramatikës. Tash e ftoj akademik Bardh Rogovën se të vi këtu ta vazhdojmë punën sipas programit. Po e vazhdojmë
Po i vazhdojmë për urimet me veprën kanoni e se për letërsinë. Do të fillojmë me akademik Nusret Krasniqin në rolin e recenzim. Sa herë. Faleminderit. Do të thotë flas këtu për librin e akademik Sabri Hamitit, Kanoni e se për letërsinë shqipe, cilin e ka botuar Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vitin 2025. Libri Kanoni e se për letërsinë shqipe i akademik Sabri Hamitit është studim që bëron nga leximi dhe rileximi sistematik i korpusit letrar shqiptar. Kjo vepër sintetizon poetiken, tematiken e fenomenologjinë e letërsisë shqiptare, pra është kanon estetik letrar, që rivlerëson traditën dhe integron modernën, gjithnjë duke ruajtur konceptin specifik të autorit për eksplikimin e estetikës së fshehur, e cila kërkohet qoftë si demoniake autoriale, qoftë si stilistik shkrimore, apo si filozofie përgjithshme letrare. Kjo vepër nuk është krijuar nëpërmjet koncepteve të antologjisë apo të njohjes së përgjithshme dhe të pranueshme studimore. Vepra e tillë është krijuar, edhe studimi është krijim, nëpërmjet rivlerësimit genuin artistik që nis nga rënja e fenomenit, pikpyetja, habia, informata e burimi, pastaj kalon nëpër analizë konkrete të estetikës së veprës letrare, qoftë kjo hermeneutike, formale apo krahasimtare, dhe distilohet në specifiken e saj artistike për të riklasifikuar në kanonin letrar shqiptar. Mirë po nëse rivlerësimi kap korpusin e njohur të veprave dhe të autorëve të historisë sonë letrare, ku nëpërmjet tij arrihet plotnia interpretuese, kanonizuese, çfarë të bëhet me autorët e veprat e panjohura të letërsisë sonë, të cilat për arsye jashta letrare, politike apo ideologjike kanë mbetur të cunguara, të botuara larg kohës së shkrimit e po ashtu të paintegruara në sistemin nacional letrar e kulturor. Analiza tash me kap dy shtylla themelore, gjen e sintetizon estetiken e traditës dhe rizbulon e sintetizon estetiken e traditës së fshehur, e cila kur komunikon në sistemin letrar shqiptar e ndryshon esencialisht hartën letrare shqiptare. Madje sintetizimi i traditës së fshehur estetike letrare përbën palcën e motive e studimore të kësaj vepre. Nga sa akademik Sabri Hamiti ka arritur ta kurorëzoj poetiken historike shqipe si variant autorial, por te kanoni letrar në formë implicite sikur thret, edhe këto vepra duhet t'i bashkohen poetikës historike shqipe. Sabri Hamiti është autor i cili gjithnjë e ruan mallin e zbulimit, rizbulimit dhe të analizës letrare, nga se letërsinë shqipe e ndjen si korpus të gjallë e dinamik. Libri përbëhet nga më se 30 studime të lidhura në strukturë monografike, të ndara në 4 kapituj, pra kapitujt janë dërshkrimi, idioma, persona et ars dhe postscriptum. Kapitulli i parë, dërshkrimi letrar si trup e shpirt që lidhet në bioletër, kanonizon dërshkrimet e humbura, dërshkrimet e fshehura, dërshkrimet e rigjetura, dërshkrimet e cenzuruara të autorëve të cilët e përbëjnë apo duhet të bëhen pjesë e kanonit estetik letrar. Marin Barleti me veprën e historisë e fiksionalizuar Lufta e Shkodrës, Anton Santori me romanin prozë Sofia e Kominjatve, Lazar Tusha me autobiografin Jeta ime në Shqipni, Anton Zakoçajupi me parodin Baba Musa Lakuric, Zef Skiroi me epopejnë Kthimi, Mitrush Kuteli me novelen e madhe e Xhema e Mkatit, Kasem Trebeshina me prozën distopike Odin Mondvalsen, Mehmet Miftiu me romanin Shkrimtari dhe Zef Zorba me librin poetik Buzë të ngrira në gaz. Janë 9 autor, 9 zhanre letrare, 9 citata harrese të cilat nuk janë shndruar në traditë letrare e të cilat Sabri Hamiti i rilidh në tërsinë e kanonit letrar shqiptar. Kapitulli i dytë, idioma, i ka 6 studime, ku natyra, pra kaosi e kozmosi, pastaj gjuha, feja, kanoni, disidenca, votra e bota, e të tjerë të konceptuara si universalitete që ndikojnë albanizmen autoriale letrare, shqyrtohen në komunikimin e tyre
të ndërlidhshëm të veprat e autorëve nga Pjetër Bogdani deri te Ibrahim Rugova. Shsuaj këto rivlerësimet për autorët e ndaluar si Lazar Shantoja, Trifon Xhaxhika, Genc Leka, Wilson Bloshmi, Jusuf Gërvalla e Havzinela, veprat e cilëve analizohen dy dimensione, si estetik letrare e dal nga disidenca, refuzimi i ideologjisë, dhe si mbrojtje imanente e lirisë humane deri në martirizim. Po ashtu, studimi kanuni dhe kanoni rivlerëson ndikimin e kanunit në veprat letrare me përqendrim në rikonceptimet e heroinës shqiptare, fenomen këtë që tashmë ka marrë për masa të trajtimit edhe në kulturën perëndimore. Kapitulli 3, persona et ars, përbën bllokun tematik të monografive autoriale. Nis me trajtimin monografik të letërsisë humaniste të Marin Barletit, me veprat rrethimi i Shkodrës dhe historia e Skënderbeut, të cilat e kanë ndikuar tërësisht letërsinë e konceptimeve identitare shqiptare. Shkruan tekstin monografik për Pjetër Bogdanin, veprën e tij Cuneus Profetarum, e cila e ka ndikuar modernitetin letrar shqiptar, sidomos si rilidhje e hallkave identitare pro-evropiane. Pastaj tekstin monografik për poetin nacional Gjergj Fishten, duke e parë opusin e tij si organant shpirtit shqiptar. Në trajta të analizës së formës dhe në vlerësim të koncepteve humane kundrejt mizorive diktatoriale, Sabri Hamiti studion opusin e Zef Pllumit me përqendrim në veprën kanonike dëshmuese në vetëm për me tregue. Në këtë rend shkruan monografin për shkrimtarin Ismail Kadare, ku analizon prozën e simbolit Kështjella, prozën e krizës identitare Ikja e Mojsi Golemit, refleksionin e antiheroit e antimaratonomaku për të kapërcyer të romani distopik Pallati i Ëndrave, proza autobiografike Kukulla e vepra filozofike letrare kur sunduesit grinden. Vlerëson se Ismail Kadare mbrin për të gjallë triumfin e artistit, estetikës, përballë presionit të diktatorit e të diktaturës, ideologjisë. Pa dyshim, këtë rend hyn monografia për murgun letrar autorin Anton Pashku, të cilin Sabri Hamiti e shesi distiluesin më të mprehtë të krizave ekzistenciale dhe identitare në prozën simboliste shqipe. Kapitulli 4, postscriptum, përbëhet nga tekste të lidhura, autoreferenciale, të cilat me formë testamentare dritësojnë poetikën krijuese dhe sistematiken studimore të Sabri Hamitit. Madje, si të tilla shpjegojnë edhe idiomatiken e letërsisë shqipe. Prandaj, vepra studimore kanoni e se për letërsinë shqipe akademik Sabri Hamitit e ridimensionon organonin letrare kulturor shqiptar. Si rrjedhoj, do të lexohet si njohje e rinjohje e vetvetjes. Ju faleminderit. Kemi kënaqësinë që ta ftojmë autorin për të thënë diçka rreth veprës. Akademik Sabri Hamiti. Faleminderit, natyrisht kam kënaqësi të ndëgjoj kolegun një brezi tjetër, sepse këtu në lamin e albanologjisë, të gjusisës të historisë, i kemi bashkë rrafsh dy breze, një i përkasin unë e Recep Ismaili, që jem të të tjerët i brezën tjetër, të gjithë ta që do të ndëgjoni, duke folur edhe duke paraqitur, një satisfaksion kisha me thonë që është krijuar një lidhje në mes këtyre dy brezave dhe shpresojmë që do të bëhet edhe i treti. Unë kam pak vështirë të flas rreth librit tim, siç është zakonisht vështirë të flitet, po me që rendje do, po them që ky në të vërtetë është një libër i tetë i librave të trajtimit letërsisë shqipe, të cilat unë i kam botuar të gjitha me siglën e akademisë dhe jam njeri shumë i nderuar, që në këtë kolon të famshme janë njeni mas tjetërës. Ky është libri, po them më i mbram, se i fundit, kush guzon me thonë për vete, ky është libri i fundit, as se,
Dhe po nisim këtu të problemi i titullit edhe unë nuk do të lexoj tekst, e kam përgatitur një tekst, po s'do ta lexoj. Problemi është i thellë me letërsinë shqipe dhe unë mendoj që nëse nuk janë zgjidhur, janë hallakatur dhe janë paraqitur haptas të gjitha problemet që ekzistojnë, me të cilat po ballafaqohemi të gjithë që pretendojmë që ta ndërtojmë një histori të letërsisë shqipe me kriter estetik prej fillimit deri në fund, sepse të gjitha deri tash janë hartuar me distancë kohore në mes materjes trajtuar një gjysmë shekulli. Një gjysmë shekulli që jeton letërsia shqipe dhe kultura kur nuk është paraqit në letërsi. Kështu në gjetë edhe me historinë e fundit që është e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e vitit 86, ne jemi sot njëhne vetë që sot decenje u bo kur gjo. Kretë kjo pjesë, historia 86, 986 normalisht, e trajton letërsinë vetëm deri në luftën e dytë. Pra në gjithja krejt gjysmë e shekullit 20 edhe këto 30, një 90 vjet jemi të vënuar për trajtim sistematik. Unë mendoj që kjo duhet bëhet dhe ky brez do ta bëj një tip të historisë letërsisë i cili pretendon ballafaqohet prej vetës deri te Barleti, unë po them, jo prej Barletit deri te na. Sepse edhe kështu konceptohet në esencë historia e letërsisë, sepse ky i fundit normalisht e mban edhe traditën e tjerëve. Tash unë po iku edhe herë po kthehem te ky titull pse kanoni. Unë mendoj që fundi është dianoja kanoni ndërtohet duke çrregulluar kanonet që kanë qenë me mungesa, që i bie i del përpara rrezikut edhe ky të rrezikohet me të ardhmen, dhe kjo është e pandalshme në kërkimet gjysore, të cilat edhe letrarit, të cilat i prodhon letërsia që s'është parë më parë, do të thonë e ndryshme. Dhe kjo luftë, grindje, po them unë, shumë e dobishme për kulturat, përgjithsisht artet, po edhe për letërsinë, dhe në lëvizje mendimin, sepse parashikon duke prapashikuar. Çështja është ndërlikuar, unë besoj që studimet e ardhshme shqipe, jo vetëm tani, po ju them këtu me që jam sot këtu, në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, është dhe brezi, sidomos i mas viteve 90, i studiuesve dhe studiueseve që janë shumicë në këtë rast në Shqipëri, që kanë shikim tepër të ri në krahasim me pararendësit. Faleminderit. Falenderojnë shumë akademik Sabri Hamitin. Do të vazhdojmë me njëherë me promovimin e veprës tjetër, metonimia e akademik Kujtim Shalës. Do të flasë recenzenti antari akademik Nusret Krasniqi. Faleminderit, profesor Bardhën edhe njëherë. Në këtë rast do të flas për veprën metonimia të akademik Kujtim Shalës, e cila po ashtu është botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vitin 2025. Vepra studimore akademik Kujtim Shalës me titull Metonimia është strukturuar në 3 pjesë qendrore. Metonimia, e vërteta e letërsisë dhe çfarë është letërsi shqipe. Kjo ndarje, themi tematike problematizuese, dëshmon kontinuitetin e përfaqësuar të studiuesit Kujtim Shala
edhe në veprat paraprake decenjes të fundit, ku gjithnjë insistohet në trajtimin dhe analizën e trajtave të poetikës shqipe, ndërsa sfundmi, sidomos te kjo vepër, shtohet apo bëhet një kapërcim, kalohet edhe të trajtimi i ideologemave të letërsisë shqipe në raport krahasimtar me letërsitë dhe kulturat e tjera. Në pjesën e parë, metonimia, duke e parë këtë të fundit si trop, figurë teksti, por edhe si përnxitje ideore, korpus intencional kontekstual, Kujtim Shala në këtë libër në tekste të veçanta trajton veprën filozofike letrare të Pjetër Bogdanit, epin dhe tragjedit e fishtës, veprën e plot të Kutelit, prallat e Kurtit, poezinë e Zorbës, letërsinë e Pllumit, si dhe veprën kritike studimore të Sabrehamitit. Kështu, kjo pjesë përvjen filozofinë skolastike dhe metodën hermeneutike të Bogdanit, interpreton krijimin, strukturën dhe ideologjinë e epit Lahuta e Malësisë të Fishtës, bashkë me kategoritë kanonore të saj, si dhe poetikën klasike të tragedive të këtij autori. Problematizon çështjen e autorësisë së prallave kombëtare që i mblodhi Donat Kurti, rimerr në një lexim të ri dhe tërësor kryeveprën e Kutelit e madhe Rxhema e Mkatit, trajton poetikën e poezisë hermeneutike të Zev Zorbës si një shfaqje e alternatives letrare shqipe, portretizon Zev Pllummin shkrimtar dhe përqendron kërkimin të tregimet e tij, si dhe jep të përqendruar portretin e Sabrehamitit, kritik dhe dietar i letërsisë. Në pjesën e dytë e vërteta e letërsisë, Kujtim Shala trajton problemin e vjetër dhe të ri të raportit të ndërlidhshëm të artit letrar me besueshmërinë, njohjen, të vërtetën e didaktikën letrare. I dalin para format e ndërlidhshme ku letërsia ndërlidhet me historinë, pra ku ndodh pretendimi i memetikës jetësore si synim i së vërtetës në botën letrare, e cila domosdo mvishet me fiksionalitet. Kjo dukuri universale në këtë libër provohet me veprat letrare kushtuar Skënderbeut, me romanin klasik të Jakov Xozës Lumi i vdekur, si dhe me tregimin autobiografik të Pllumit Saga e fëminisë. Kërkimi me tej shpalos ideologjinë e letërsisë duke konceptuar atë si një kategori të strukturës së veprës letrare. Rast studimi është vepra e Zev Pllumit. Kështu, referencat dhe raporti metonimik me ideologjit bëhen çështje të brendshme të letërsisë dhe të kërkimit letrar të shtrira në strukturalitetin e saj. Pjesa e tretë, çfarë është letërsia shqipe, përmban 3 tekste themelore, në të cilat ka përcjell në diskutimin e tekstit dhe të kontekstit në rrafsh të vërejtimit historik të letërsisë shqipe. Së pari, kërkohet, hulumtohet e analizohet raporti i letërsisë shqipe me letërsitë e tjera si fushën ndërndikimit, ku ndodh analiza problematizuese krahasimtare. Së dyti, teksti që problematizon raportin e ndërlidhshëm të identitetit letrar, pra çfarë është letërsia e përgjithshme e çfarë mund të cilësohet në kuptimin e idiomës letërsi nacionale. Së treti, teksti që vërejton e studion specifikat e shkrimit shqip në Kosovë, si art letrar e art studimor, dukuri që e nxit ridiskutimin e koncepteve kritike teorike për qarkun letrar të Prishtinës, e më pastaj edhe për shkollën letrare të Prishtinës. 3 bloqe tematike teorizuese që përbëjnë korpusin e çështjes teorike se çfarë është letërsia shqipe, apo të themi cilat janë specifikat e letërsisë shqipe, padyshim të kurzuara nga historia dhe evolucioni historik i saj. Ky tekst fenomenologjik përbën pjesën qendrore të librit, nga se konceptualizon teoritë letrare e kulturore identitare duke i ridëshmuar dhe dëshmuar në trupin e letërsisë shqipe. Vepra studimore metonimia e Kujtim Shalës ruan kontinuitetin e analizës e studimit, madje edhe stilistik të studimeve paraprake të autorit, mirë po sjell risinë e prizma të trajtimit dhe në kompaktësi të strukturës së librit. Koncepti i rishqyrtimit, padyshim i rievaluimit të fenomeneve e veprave të zgjedhura nga korpusi i letërsisë shqipe e përshkon këtë studim. Duke ridëshmuar kërkimin sistematik, studimi metonimia jep variantin e autorit, pra të akademik Kujtim Shalës që vepra
e dukëritë e letërsisë shqipe të kundruara nëpërmjet koncepteve të rivlerësimit formal e hermeneutik të historisë letrare shqipe. Pra, vepra metonimia akademiku i Timshalli sikur e nis fazën e teksteve që duke i kanonizuar veprat letrare të letërsisë shqipe të kanonizohet në kuptimin e emrit edhe autori studimit. Pa dyshim, metonimia e akademiku i Timshalles duke ngërthyer elemente strukturale të kritikës, interpretimit, fenomenologjisë e të didaktikës letrare bëhet libër i dobishëm për studiuesit e studentët e letërsisë dhe gjithsesi dhe kulturës shqiptare. Ju falenderoj. Falenderojmë akademik Nusret Krasniqin. Tani ne do të tërhiqemi më një anë për t'ia lëshuar vendin për urimeve të seksionit të shkencave shoqërore. Po vazhdojmë me përurimin e botimeve të seksionit të shkencave shoqërore të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Sipas planifikimit të organizatorit, së pari do të bëjmë paraqitjen e veprës Konvergjenca ekonomike e Kosovës me Bashkimin Evropian të autorit akademik Isa Mustafa. Për veprën do të flasë fillimisht recensentja akademike Justina Shiroka Pula, pastaj do t'ja kalojmë edhe fjalën edhe autorit akademik Isa Mustafa. Urdhëroni. Faleminderit. Para se të filloj me recenzurën e librit Konvergjenca, dëshiroj të përshëndes kryetarin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, antarët e Akademisë së Shqipërisë, antarët e Akademisë së Kosovës, miqët, lexuesit, botuesit, për faleminderit që keni ardhur dhe kohën e juaj të çmuar na kushtut neve. Kjo është një panajër të cilën që 5 vite jemi duke organizuar me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe unë besoj që ky bashkëpunim do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Faleminderit Akademia e Shkencave të Shqipërisë për këtë bashkëpunim, për këtë mirë kuptim të cilën e keni pasur dhe do ta keni edhe në të ardhmen. Sot kam nderin që në mesin e kësaj audience dhe mysafirëve të nderuar të përuroj librin e akademikut Isa Mustafa, Konvergjenca ekonomike e Kosovës me Bashkimin Evropian. Akademik Mustafa, si njohës i mirë i proceseve dhe rrjedhave ekonomike, edhe në këtë dorëshkrim sjell një qasje moderne, shkencore dhe profesionale të mbështetur në burimet më relevante të kohës dhe fushës. Me profesionalizmin e tij teorik, shkencor dhe përvojën praktike, ai paraqet në ngëshëtim të qëndrueshëm të teorisë e ekonomisë së tregut të lirë,
teorisë së konvergjencës ekonomike dhe politikave ekonomike që kanë ndjekur Kosova në rrugtimin e saj të zhvillimit ekonomik dhe social. Prandaj, edhe në këtë libër, ai sjell risi si në qasje hartuese metodologjike, duke ndjekur një analizë të mirëfillt shkencore dhe duke përfshirë një vështrim të thellë intelektual e profesional mbi konvergjencën e ekonomisë së Kosovës me Bashkimin Evropian. Në këtë botim, konvergjenca e ekonomisë së Kosovës me Bashkimin Evropian trajton si një synim thelbësor për arritjen e një zhvillimi ekonomik që siguron standard të lartë jetese për qytetarët dhe prosperitetin demokratik. Ky trajtim përfshin gjithashtu përpjekjet të vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor për të përshpejtuar zhvillimin ekonomik, për të parafruar dhe për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Duke analizuar tranzicionin politik dhe ekonomik të vendet të Evropës qendrore dhe juglindore, si një nga transformimet më të mëdha të kohës moderne, përmes një qasje analitike dhe historike, autori përqendrohet në veçanti e sistemeve politike ekonomike nëpër të cilat ka kaluar Kosova. Vëmendje veçantë i kushtohet pozitës së saj specifike gjatë periudhës së liberalizimit të tregut, privatizimit dhe strukturimit ekonomik, proceset të filluara në administrimin e OKB-s dhe të vazhduara pas shpalljes së pavarësisë. Në këtë kontekst, vlerësohet se mësimet e këtij tranzicioni mbeten të rëndësishme jo vetëm për studimet historike, por edhe për vendet që artikualisht ndodhen në faza të ngjashme reformimi. Trendet e konvergjencës, divergjencës, koezionit dhe barazisë interpretohet në ndërlidhjen e ngushtë me nivelin e sistemeve politike dhe ekonomike, ambientet ligjore, strukturën potenciale të prodhuesve dhe të shërbimeve, masisë së tregut, produktiviteti, konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë ekonomike. Në boshtin e doshkrimeve evidentohet konstatime të rëndësishme lidhur me heqjen e hershme dorë nga prodhimi, e cila ka sjellë pasoja në mungesë të produkteve vendore dhe në nivele ende të ulta të zhvillimit ekonomik, të matur me produktin e brendshëm bruto për kokë banore. Njëkohësisht, pjesëmarrja e lartë e sektorit të shërbimeve, i cili karakterizohet kryesisht nga produktiviteti i ulët dhe vlera e shtuar e kufizuar, identifikohet si një sfidë strukturore për ekonominë e vendit. Rrjedhoj e këtyre politikave dhe zhvillimeve konstatohet se Kosova është bërë në masë të konsiderueshme e varur nga importi, duke reflektuar një bilanc tregtar të thellë negativ, që frenon një zhvillim më të shpejtë dhe më të qëndrueshëm ekonomik. Dorëshkrimi është i strukturuar në 5 pjesë dhe 10 kapituj me një vëllim prej rreth 19 tabakësh shtypi. Ajo është ilustruar në 39 tabela dhe 65 figura, ndërsa qasja analitike kulmon me interpretimin e qartë dhe të saktë të ecurive ekonomike të Kosovës në korelacion me ekonominë evropiane dhe atë globale. Në pjesën e parë trajtohen aspektet teorike të konvergjencës të ndërlidhur me rritjen ekonomike. Në pjesën e dytë analizon tranzicioni politik dhe ekonomik, ndërsa pjesa e tretë e adresohet ndërtimit dhe funksionimit të ekonomisë së tregut në Kosovë, duke përfshirë proceset integruese dhe sfidat bashkëkohore si globalizimi, kriza ekonomike dhe pandemia COVID-19. Pjesa e katërt trajton konvergjencën e Kosovës me vendet të Ballkanit Perëndimor dhe me Bashkimin Evropian, duke analizuar performancën ekonomike, investimet, eksportet dhe sfidat strukturore të integrimit. Ndërkaq, pjesa e 5 fokusohet në matjen empirike të konvergjencës duke mbështetur në vlerë të institucionalizuar ndërkombëtare dhe analiza ekonomike krahasuese. Për të analizës së konvergjencës,
në kuptimin klasik të afrimit të nivelit të ardhurave për kokë banore, do shprehmi hapësirën për reflektim dhe mbi konvergjencën strukturore dhe institucionale si parakusht për konvergjencën reale. Përvoja ndërkombëtare dëshmon se rritja ekonomike e qëndrueshme nuk varet vetëm nga akumulimi i kapitalit fizik, por edhe nga cilësia e institucioneve, zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe kapacitetet inovative e ekonomike. Një dimenzion me rëndësi të veçantë është konvergjenca e produktivitetit, që nënkupton zhvendosjen e burimeve drejt sektorëve me vlerë të shtuar dhe më të lartë. Për ekonominë e Kosovës, kjo nënkupton forcimin e bazës prodhuese, rritjen e përmbajtjes teknologjike të eksporteve dhe integrimin më të thellë të zinxhirit evropian të vlerës. Po ashtu, në kontekstin aktual global, konvergjenca duhet parë edhe përmes prizmës të realizimit ekonomik, aftësisë për të përballuar me goditjet të jashtme si kriza financiare, pandemit apo tensionet gjeopolitike. Në këtë aspekt, integrimi evropian paraqet jo vetëm si synim politik, por edhe si mekanizëm për forcimin e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë afatgjate. Një element i rëndësishëm mbetet edhe kohezioni social, pasi pabarazit emigrimi i kapitalit njerëzor dhe papunësia e të rinjve mund të ngadalsoj procesin e konvergjencës. Prandaj, konvergjenca reale kërkon një bilans ndërmjet rritjes ekonomike dhe përfshirjes sociale. Në këtë kuptim, doshkrimi akademik Isa Mustafës nuk paraqet vetëm një analizë krahasuese statistikore, por një vizion të qartë strategjik për zhvillimin e ekonomisë, duke vendosur atë në një kornizë më të gjerë evropiane dhe globale, ku integrimi në Bashkimin Evropian shihet si një proces i brendshëm, reformash dhe njëkohësisht si një proces i rëndësishëm integrues i jashtëm. Faleminderit. Para se t'ja kalojmë fjalën akademik Isa Mustafës, ju kisha lutur për pak vëmendje sepse pa dashje po krijohet një zhurmë që realisht po na pengon në mbarvajtjen e paraqitjes së votimeve. Prandaj kërkoj mirëkuptimin tuaj. Tani kemi kënaqësinë që të ftojmë autorin e kësaj vepre, akademik Isa Mustafa, për fjalën e tij. Urdhëroj. Faleminderit shumë. Dëshiroj së parazitash ta falenderoj kryetarin e akademisë, recenzenten akademike Justina Shiroka Pula për vlerësimin e saj lidhur me këtë vepër. Përshëndes edhe kryetarin e Akademisë Shqipërisë, akademik Gjinushin këtu dhe gjithë juve që jeni prezent. Sigurisht se mund takon që të flas më pak në këtë rast, sepse recenzentja tha vlerësimin e vet lidhur me punimin. Dëshiroj vetëm të theksoj se çfarë mështyre që unë të merrem me këtë çështje, me çështjen e konvergjencës ekonomike. Ne na mundon fakti që në një sistem ekonomik kemi qenë më të pazhvilluarit, ndërsa tani në një sistem tjetër ekonomik jemi akoma të fundit. Do është detyra jone që ne të trajtojmë problemet pse jemi në këtë gjendje. Prandaj pikërisht kjo dilemë e ka bërë domosdoshme që ne trajtojmë konvergjencën jo vetëm si proces ekonomik, por edhe si reflektim i ynë ndaj situatës, ndaj drejtimit që ne kemi marrë si shoqëri lidhur me ndryshimet që duhet t'i bëjmë për të dalë nga ky cikël. Të them se konvergjenca ekonomike me BE-n është mjaft e ulët. Në kohën kur është shkruar libri, ne kemi qenë në nivel prej 27% mesatarës së Bashkimit Evropian, jo me brutoproduktin vendor të brendshëm, por me standardin jetësor. Se po ta matëshim me brutoproduktin vendor të brendshëm, do të ishim diku me 16% të nivelit të Bashkimit Evropian,
por me qenë se ne konvergjencën e masim me brutoproduktin vendor, në bazë të fuqisë blerëse, atëherë e kemi një përmirësim në këtë aspekt për arsye të çmimeve relative që janë Kosovë më të ulta se sa në vendet e tjera përkatësisht se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne gjithmonë i referohemi dollarit si valutë për ta përcaktuar nivelin e zhvillimit. Cilat janë problemet themelore që kushtojnë një nivel të tillë zhvillimit të Kosovës? Parazit është del pas është problemi varësisë madhe nga importi dhe deficiti shumë i lartë tregtari i cili merr pjesë me rreth 40% në brutoproduktin vendor të brendshëm, që është pjesëmarrja më e madhe në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, dhe është varëshmëria tepër e madhe nga remitencat që vijnë nga bashkat vetare tanë, sepse një pjesë e brutoproduktit vendor si konsum plotësohet nga remitencat e njerëzve që nuk punojnë në Kosovë, por punojnë në vendet e Ballkanit, në vërtet vendet e Bashkimit Evropian. Kjo na çon tek konkluzioni se problemi është i modelit ekonomik që ne kemi zgjedhur në Kosovë. Ne kemi zgjidhur modelin ekonomik që kanë edhe vendet tjera të Ballkanit perëndimor dhe vendet Evropës qendrore dhe lindore, të cilat kanë kaluar në proces në tranzicionit nga viti 90 të këndej, edhe në vendet e Baltikut, edhe në vendet e ish-bashkimit sovjetik. Ju kemi qasë zhvillimit ekonomik në bazë të konsensusit të Washingtonit për ta liberalizuar tërësisht tregun, për ta hapur tregun, mirë po liberalizimi i tregut nuk është përcjell pastaj me komponentën e zhvillimit ekonomik. Do të thotë ne kemi arritë që në pikpamje të liberalizimit të tregut, në pikpamje të konsensusit Washingtonit të adaptojmë ekonominë tonë, por nuk kemi arritë që të zhvillohemi ekonomikisht më mirë dhe më shpejt në mënyrë që të kemi një parafrim më të madh me Bashkimin Evropian. Cilët janë arsyet themelore? Do të thotë arsyet janë institucionale, cilat ne i kemi vrejt në bazë të një studimi ekonomik të cilën ne kemi bërë, që flet se shteti ligjor, ose organizimi, ose qeverisja e ekonomisë nuk janë në nivel të duhur, në krahasim me nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe në nivelin e vendeve tjera, cilat kanë ecur ka Bashkimi Evropian, sepse kemi vende tjera tranzicionit, cilat kanë rritur nivelin prej 70% Bashkimit Evropian. Ballkani perëndimor është në nivel prej 42% Bashkimit Evropian. Ne tani në momentin kur po flasim jemi në nivel prej 30% të Bashkimit Evropian, që flet për një diferencë shumë të madhe. Tani cila është koha që parashihet që ne mund të konvergjojmë, ne mund të parafrohemi ose krejtësisht ose afërsisht Bashkimit Evropian, janë orientime të ndryshme të cilat dalin nga studimet. Ne në një studim tonë në Akademinë e Shkencave dhe Arteve kemi vlerësuar se do të spaku të kalojnë 52 vite nga tash që të arrijmë mesatarën e Bashkimit Evropian. Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim pashtu ka vlerësime të parafrëta. Banka Botërore ka vlerësime qoftë më optimiste ose më pesimiste lidhur me këtë. OECD-ja ka pashtu vlerësime të cilat nisin nga 28% deri në 60%, vërtet deri në 60 vjet që ne duhet t'i kalojmë për t'ju parafruar në Bashkimit Evropian. Mirë, po do të theksoj se gjithashtu këto studime ne kemi bërë në një ambient tjetër ose në një kohë tjetër, në një geopolitikë tjetër. Tani geopolitika flet se ne duhet edhe njerë ta rikonsiderojmë vetveten, ta ristudiojmë në mënyrë që të shohim se ku ne qëndrojmë pikpamje të fragmentimin ekonomik, sepse është duke u zhvilluar një luftë e hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Kinës lidhur me fuqinë e tyre ekonomike dhe ndarjen e tregut, dhe ne si vend i vogël duhet ta shohim se ku do të jemi në këtë ndarje të tregut ndërmjet fuqive të mëdha, sepse
ekonominë matutje nuk do ta zhvillojmë në bazë të globalizimit, si qëndrim kur ne kemi hyrë në procesin e tranzicionit, por do ta zhvillojmë bazë të fragmentimit ekonomik ndërmjet fuqive të mëdha, dhe kjo flet se ne gjithsesi duhet edhe një herë të ristudiojmë dhe ta shohim vendin tonë në këtë aspekt. Faleminderit shumë. Faleminderit akademik Mustafa për këtë paraqitje. Dhe tani do të vazhdojmë për urimin e veprës Ridimensionimi i filozofisë nga Nietzsche të autorit akademik Muhamedin Kullashi. Për autorin dhe për veprën do të flet profesor Astrid Salihu. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, kam nderin që të bëj prezentimin e librit të profesor Kullashit, Rimendimi i filozofisë të Nietzsche. Libri i Kullashit kushtuar Nietzsches nuk është nisë me veçuar në krijimin e tij. Kullashi ka kohë që me studimet e tija tematizon çështjen e modernitetit prej studimeve tematike të Claude Lefort dhe Michel Foucault për të arritur më vonë në identifikimin e dy gjenealozive të modernitetit si vepër e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Pashmangshëm të menduarit gjenealogjik që i shquan këta mendimtar të studiuar nga Kullashi e shpjejnë atë tek mendimtarin ndoshta më i madh i shekullit 19 që është Nietzsche. Nuk mund të përmbyllet të menduarit e modernitetit e me këtë edhe të filozofisë pa hyrë në dialog me njërin nga kritikët më të mëdhenj të tyre. Së këndejme edhe vetë titulli i librit të Kullashit sugjeron të njëjtën, Rimendimi i filozofisë të Nietzsche. Çfarë në të vërtetë sugjeron rimendimi i filozofisë të Nietzsche që ka nxitur këtë dialog të Kullashit me këtë mendimtar? Nietzsche është një nga mendimtarët më radikal në traditën filozofike perëndimore. Ai është mendimtari më kritik i metafizikës perëndimore që është zgjizur në proveniencën platoniste. Ngrehina metafizike platoniste shënon hapin e parë të ndarjes së botës në shqisore dhe mbishqisore, që Nietzsche e sheh si dekadencë që tutje zhvillohet në dualizmin e trupit dhe shpirtit në krishterizëm. Sikurse në metafizikën e të vërtetës platoniste duhet të drejtohemi nga mbishqisoria, ashtu edhe në krishterizëm duhet të drejtohemi nga bota e vërtet e përtejbe. Kjo premis determinon fatumin e historisë së perëndimit si histori e iluzioneve për shpëtimin përfundimtar. Duke prekur themelet e ngrejinës metafizike platoniste dhe atyre judeo-krishtere, e gjithë nisma e mendimit të Nietzsches shndrohet në kritikë të pandalshme dhe të pamshirshme ndaj modernitetit, i cili ishte përvijuar po ashtu mbi këto premisa. Së këndemi edhe rimendimi i modernitetit është pandashmërisht i lidhur me rimendimin e filozofisë. Në trajtimin e Kullashit, shpërfaqet kjo ndërlidhje bazuar në koncipimin e tij të librit. Muhamedin Kullashi, librin e tij e ndan në 3 pjesë: interpretime, analiza, dialog. Te interpretimet Kullashi vën në pa pikërisht ato konstatimet që kanë të bëjnë me nismen radikale të Nietzsches për të rimenduar në themel trashëgiminë metafizike perëndimore. Në interpretime ai veçon mendimtarët si Philippe Renaud, Peter Putz, si dhe Eric Blondel dhe André Saglek, për të identifikuar momentet më të rëndësishme që karakterizojnë mendimin e Nietzsches për konceptimet e trashëguara filozofike. Problematizimi i të vërtetës tek Nietzsche është kushti domosdoshëm për të ardhur tek kritika e synuar. E vërteta në traditën metafizike perëndimore shënjon për Nietzsche një farë ideali asketik në përkushtimin e papërmbajtur të vullnetit për të vërtetën me ardhur tek ajo si totalitet absolut. Nietzsche është i vendosur në afirmimin e qasjes perspektiviste që shliron nga shtrëngesat e imponuara të atyre idealeve tashmë të zvetnuara të metafizikës. Kundërshtimi i idealit asketik sforcohet me koncepcionin kompleks të njeriut për të rehabilituar trupin dhe truporën e që njëherit synon afirmimin e jetës dhe plasticitetin e saj. Natyrisht e gjithë kjo edhe në funksion të lëkundjes së fortifikatave dhe konstruksioneve morale madhështore. Të gjitha këto bëhen nga kërkimet nëntoksore, nga gërmimet gjenealogjike të Nietzsche. Kritika e moralit me të cilën është prekupuar Nietzsche është konfrontim me një gamë më të gjerë vlerore e kulturore nga ajo etike.
nga se koncepti i moralit është një sistem i vlerësimeve apo një komandim imperativ i pakontestueshëm, morali si tërësi e sigurive që karakterizojnë perëndimin. Tematizimi i sistemuar i trajtimit të problemeve të shtruara tek interpretimit në librin e Kullashit është një uverturë për nismën e tij të analizës. Në kapitullin e dytë, analizë të teksteve, Kullashi rreket leximit më të detajuar të veprave të Nietzsches, Agu i mëngjesit, botuar në 1881 dhe Dia e gëzuar në 1882 dhe versioni zgjeruar 1887. Vepra Agu i mëngjesit paraqet pikën e kthesës së mendimit të tij dhe pikën e kthesës së madhe të rimendimit të përgjithshëm të filozofisë. Me këtë vepër njëherët fillon rimendimi i filozofisë, moralit dhe kulturës. Në Agu i mëngjesit gjejmë nismën gjenealogjike të kritikës së moralit, problematizimin e të vërtetës, psikologjinë e instinkteve dhe shtytjeve të pavetdijshme. Pas saj vjen vepra Dia e gëzuar, që merret si një nga veprat më të rëndësishme të kthesës së plotë të Nietzsche. Në këtë vepër për herë të parë shpërfaqen mendimet e tija më radikale të filozofisë së tij të vënshme, siç janë vdekja e Zotit, kthimi i përhershëm i së njëjtës dhe mbi njeriu. Prandaj analiza e këtyre dy veprave ka të bëjë me mendimet kryesore të Nietzsches dhe përqendrimi në to është njëherët përpjekje e leximit të fokusuar për të ardhur tek ideja e madhe e Nietzsches për rimendimin e filozofisë. Në analizën e Kullashit do të vret një lexim besnik i stilit të Nietzsches, nisur nga ajo që shumë nga interpretët e Nietzsches janë sfiduar me stilin e tij të pasur e aforistik, që ik sistematizimit, gjithnjë e mballafaquar me vështirësinë e trajtimit të strukturuar problemor. Kësaj sfide i përgjigjet qasja e Kullashit që ka lënë në analizë të përqendruar aforistike të mendimeve të Nietzsches, të shtruara në këto dy vepra madhore të tij. Kullashi në leximin e tij të aforizmave shpalos mjeshtrinë stilistike të këtij mendimtari e njëherët edhe forcën dhe pasionin e tij, jo për kërkim të vërtetave të supozuara ekzistuese, por si proces dinamik i krijimit të domethënieve dhe kuptimeve. Ky lexim i këtyre veprave nga ana e Kullashit nuk mbetet në suaza vetëm afirmative, nga sa ai aty përpiqet që në të shumtën ato lexime herë t'i kryqëzoj, herë t'i bashkëdyzoj, po ashtu edhe t'i konfrontoj me argumente të shtjelluara kritike. Kjo vret më së miri kur i sjell shtjellimet për kritikën e Nietzsches, që i bën pikpamjes së Kantit për moralin si formë e delirit religjioz. Kullashi librin e tij e përfundon me kapitullin Dialog, që rikthen vëmendjen tek ndikimet të mëdha të Nietzsches të mendimtarë si Heidegger dhe Foucault. Këtu kemi analiza të ndërtuara mirë të krahasimeve të mendimeve të Nietzsches me ato të Bergsonit, pastaj raportin e Nietzsches dhe Baudelairit. Është për të veçuar ballafaqimi i kritikës së Nietzsches ndaj Kantit, ku Kullashi e sheh si kritik problematike dhe ku nxjerr në pa piktakimet mes tyre, por edhe interpretimet e ngutshme të koncipimit të moralit të Kantit që bën Nietzsche. Sa do votimi i veprave të Nietzsches në gjuhën shqipe tashmë ka arrit numrin jo të vogël nga opusi i Nietzsches, ende nuk kemi ndonjë botim më të përmbledhur të filozofisë së tij. Ky është interpretimi i parë në gjuhën shqipe i këtij mendimtari dinamik, reformatori të madh kulturor të filozofisë perëndimore. Libri Muhamedit Kullashit, Rimendimi i filozofisë të Nietzsche, është një kontribut të jetëshuar për zhvillimin e filozofisë të ne. Faleminderit. Faleminderit, profesor Astrid Salihu. Dhe tani do të vazhdoj unë si moderatore e librave të seksionit të shkencave shoqërore, për shkak se akademik pra Shërdema i kishte një obligim, një ligjërat në Fakultetin e Historisë, prandaj besoj që nuk keni kundra që të vazhdoj unë. Atëherë kam kënaqësi dhe nder ta thras autorin e librit, akademik Muhamedit Kullashit. Urnoni. Përshëndetje kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, përshëndetje kryetare, kolegë dhe zotëri. Rimendimi i filozofisë, unë do të nisem nga aforizmi 7 i librit Dia e gëzuar. Aty gjejmë
qëndrim eksplicit të Nietzsches për rimendimin e disa temave filozofike. Çështjet e moralit gjatë kohërave, të popujt, individët, të mëdhej apo të vegjël, shkruan ai, ndriçimi i argumenteve të tyre, i vlerësimeve të tyre si dhe i koncepcioneve të tyre mbi gjëra. E kjo e shtyn të nxjerr përfundimin se deri më tani, gjysma e dytë, është fjala për gjysmën e dytë të shekullit 19, gjithë ajo që i ka dhënë ngjyrë ekzistencës ende nuk ka histori. Ku mund të gjejmë fjala vjen, shkruan ai, një histori të dashurisë, të lakmisë, të ëndjes, të vetdijes, të pushtetit, të egërsisë. Nietzsche kësodore vizon mundësitë e filozofisë që të rimendoj e elaboroj çështjet që i kanë dhënë një ngjyrë ekzistencës. Në bima e shton se na mungon madje plotësisht një histori e të drejtës apo së paku e penalitetit. Të cekim këtu se Michel Foucault në shkrimet e veta për historinë e penalitetit do të theksoj rëndësinë e hulumtimeve të Nietzsches mbi gjenealogjinë. Mungon studimi i ndarjes së shumëfisht të kohës, shkruan ai, i festave, pushimeve, si çështje që duhet të meditohen ndarës. Ai kanë mbledhur, shkruan Nietzsche, hulumtuesit përvojat mbi jetën e përbashkët të rendeve kishtare në manastire, po mbi dialektikën e martesës dhe të miqësisë. Gjithë atë që njerëzit kanë konsideruar si kushtet e tyre të ekzistencës, sikurse edhe çdo arsye, çdo paragjykim në ato konsiderat. Pastaj rritën në shkallëve të ndryshimeve të instinkteve të njeriut, varësisht nga klimat e ndryshme, të instinkteve të njeriut. Do të nevojiteshin se Nietzsche brezat të shkencëtarëve që punojnë sipas një plani të përbashkët, për t'i nxjerrë pikpamje të ndryshme dhe tërësinë e materjes. Kjo do të vlente sipas tij edhe për demonstrimin e motiveve të cilat shkaktuan ndryshimin e klimave morale. Fjala vjen përse një diell i një gjykimi fundamental dhe një evolucion moral shkëlqen këtu e atje një gjykim tjetër. Ndërkaq shton Nietzsche, nëse supozojmë se janë realizuar të gjitha këto kërkime, radha do t'i vinte një punë të re, e cila duhet të shpjegoj ku qëndron gabimi brenda do të thotë këtyre kërkimeve. Materieve, si mund sqarohet esenca e gjykimeve morale që janë artikuluar deri më sot. Mirë po, pyetja më komplekse të cilën ai e vën në plan të parë, pas të gjitha atyre që i kanë parapri, është pyetja që kërkon të dihet nëse shkenca është në gjendje të japë qëllime të reja aktivitetit të njeriut. Pasi të ketë dhënë dëshminë se ajo mund t'i heqë dhe t'i shkatroj disa prej tyre, atëherë do të hapej hapësira për një eksperimentim i cili do të mund të kënaqë të çdo lloj të heroizmit, i një eksperimentimi i shumë shekujve, i cili do t'i lënte në hije të gjitha punët e mëdha dhe të gjitha sakrificat e mëdha që historia na ka bërë të mundur t'i njohim deri më sot. Këtu kemi një shembull të mirë të kërkesës së Nietzsches për rimendimin e historisë jo vetëm si një e kaluar. Deri më sot historia nuk ka ndërtuar konstruksione të tilla shumë të mëdha. Mirë po, një aspekt i rëndësishëm i rimendimit të filozofisë dhe historisë ka të bëjë me mbetësinë e të menduarit të Nietzsches, origjinalitetin, veçantinë e analizave të tij, kërkimeve të tij mbi çështjet veçanta në historinë e filozofisë. Ato etike e politike që kanë të bëjnë me antikitetin grek, me filozofinë e Renesansës, me iluminizmin dhe mendimin e filozofisë moderne evropiane, jo shifri që ai ka parasysh faktikisht tërë historinë e filozofisë sipas disa periudha. Do të thotë ato etike e politike me transformimet e tyre hapjen e çështjeve të reja, mbetësinë e terminologjisë filozofike dhe koncepteve të reja. Pastaj paralajmërimi i temave të reja që do të mbinë gjatë këtyre kërkimeve edhe nëpërmjet kritikës së filozofisë së Kantit dhe Hegelit, në veçantë mbi temat e etikës dhe atyre politike. Do t'i them disa fjalë lidhur me studimet, hulumtimet që Martin Heideggeri i ka bërë lidhur me Nietzsche. Analizat e Heideggerit mbi filozofinë e Nietzsches, në veçantë ato në veprën e tij të papërfunduar, Vullneti për fuqi, është fjala për librin e Nietzsches, do të shënojnë kthesen, kerrin e mendimit të tij në vitet 30 dhe 40 të shekullit të 20. Në pjesën e parë të vëllimit të parë të këtij libri,
Nietzsche, me titull Nietzsche. Heideggeri trajton temën e vullnetit për fuqi si art te Nietzsche. Shqyrtimi i kësaj vepre na bën të mundur të shohim si shpaloset dialogu filozofik midis Heideggerit, njëri nga mendimtarët më të mëdhenj, jo vetëm të shekullit 20, dhe Nietzsche si mendje më e thellë e më origjinale e filozofisë në shekullit 19. Mendje kjo që hapi shtigje të reja në bashkohësi për të menduarit filozofik. Të përkujtojmë së pari se është pikërisht hulumtimi i mendimit të Nietzsche saj që e shtyri Heideggerin, të kaloj nga pikpamja mbi kërkimin e themeleve të metafizikës, duke gjurmuar përgjatë historisë deri te fillet e saj në filozofinë antike greke, kahti kalimi i saj. Këso dore, kthesën e shquar brenda të menduarit të tij në vitet 30 dhe 40 të shekullit 20, Heideggeri realizon me gjurmimet e mendimeve të Nietzsches, të cilat do ta shpihen te çështja e kapërcimit metafizikës. Këto gjurmime Heideggeri i zhvilloi në tekstet e tij të ndara në dy vëllime, Nietzsche 1, që ka periudhën e shkrimeve të Nietzsches vitet 1936 dhe 40 dhe Nietzsche 2 1940-46. Çdo njeri për të cilëve ka më se 500 faqe prej si teksti Heideggeri. Për filozofinë e Nietzsches mbi historinë e Heideggerit, Heideggeri zhvillon kërkime në interpretimin e shqyrtimit të dytë jo bashkohor, Nietzsche. Termini Nietzsches vullneti për fuqi është titulli i veprës së tij të papërfunduar, cilën Heideggeri e konsideron si vepër themelore. Ky shpjegim nënkupton një kritikë autentike si mënyrë e vetme dhe e lartë për të vlerësuar në mënyrë të mirëfillt një mendimtar. Zhvillimin e rimendimit të filozofisë së Nietzsches, Heideggeri e orienton me ndriçimin në radhë të parë të forcës së tij vepruese. Ne mendojmë pikërisht thotë se ky rimendim ka të bëjë me forcën vepruese, si ka vepruar fuqia e mendimit të Nietzsches, do të thotë brenda kësaj kohe. Shpjegimin me Nietzsche Heideggeri kupton si synim që të bëhemi të lirë, shkruan ai, për ta mbështetur përpjekjen më të lartë të të menduarit. Përgjigja në pyetjen ç'është qenia, në gjermanisht Seinde, nënkupton të eksplorohet qenjësimi i qenjës. Kjo e bën çështjen më të komplikuar. Analizat e Heideggerit mbi filozofinë e Nietzsches, në veçanti ato në veprën e tij të papërfunduar, vullneti për fuqi, do të shënojnë, do të thotë të kthesë mendimin e tij në vitet 30 e 40. Në pjesën e parë të vëllimit të parë të librit të tij, Nietzsche Heideggeri trajton temën e vullnetit për fuqi si art. Vullneti për fuqi dhe arti. Te Nietzsche, natyrisht. Shqyrtimi i kësaj vepre na bën të mundur të shohim si shpaloset dialogu filozofik midis Heideggerit, njërit nga mendimtarët më të mëdhenj, jo vetëm të shekullit 20, dhe Nietzsche si mendje më e thellë e më origjinale e filozofisë së shekullit 19. Mendje kjo që hapi shtigje të reja në bashkohësi për të menduarit filozofik. Të përkujtojmë së pari se është pikërisht hulumtimi i mendimit të Nietzsche saj që e shtyri Heideggerin të kaloj nga pikpamja mbi kërkimin e themelit të metafizikës, duke gjurmuar përgjatë historisë deri te fillet e saj në filozofinë antike greke ka te kalimi i saj. Këso dore, kthesa e shquar brenda të menduarit të tij në vitet 30 dhe 40 të shekullit 20, Heideggeri realizon me gjurmimet e mendimeve të Nietzsches, të cilat do ta shpjegojnë te çështja e kapërcimit metafizikës. Termini Nietzsches vullneti për fuqi është titulli i veprës së tij të papërfunduar, të cilën Heidegeri e konsideron si vepër kapitale, si vepër kyçi faktikisht për filozofinë. Edhe kemi në vazhdim, do të thotë, kërkimeve të Heideggerit, konstatimin se është fjala për një synim, shkruan Nietzsche, që të bëhemi të lirë për të mbështetur përpjekjen më të lartë të të menduarit. Rimendimi do të thotë merret pikërisht me këtë çështje. Këso dore, Nietzsche me rimendimin e së kaluarës i nxjerr disa ngjarje nga strehimi, duke i ndriçuar rimendimin do të thotë si nxjerrje nga strehimi, nga ajo që ka qenë mbuluar e pa shpjeguar e tjera. Duke i ndriçuar me dritën e mendjes së vet me kërkimet e thella mbi mendimin filozofik të së kaluarës. Ai kishte vënë në pah në kufizimet e reformës protestante në Evropë, në një vlerësim kritik se ajo doli vetëm si një ripërsëritje e mësjetës. Asgjë origjinale tjetër, thotë Nietzsche. Ky vlerësim kritik më ton të vizoj e reaktivizoj mundësi të reja në histori.
Do e përfundoja të paraqite, edhe me një fragment nga Dia e gëzuar, aforizmi 550. Nietzsche shkruan aty se nëse njerëzit të rezervojnë admirimin dhe ndjenjën e lumturisë vetëm për veprat të imagjinatës dhe fiksionit, atëherë ata rëndon ndjenjë vetëm ftohtësi dhe pakënaqësi kashit të kundërtës së imagjinatës dhe fiksionit. Pra kashi njohjeve shkencore, qofshin ato njohuri të shkenca shoqërore apo natyrore. Megjithatë, ai thek se depërtimet në njohuri të reja të shkencave nxisin gjithnjë më shumë magjepsje e kënaqësitë e njerëzit. Nietzsche këtu e sheh të udhët të saksoj se ata që janë mësuar të kaplohen me ndjenja të fuqishme, vetëm atëherë kur shkëputen nga realiteti duke u zhytur në thellësitë e aparencës, janë të prirur të mendojnë se realiteti është shëmtuar. Ai ndërkaq mendon se njohja e realitetit, madje edhe ai që është i shëmtuar, megjithatë është e bukur. Kësodore për këtë proces i njohjes, si diçka që nxjerr në shesh një aftësi të veçantë të njeriut, është në fakt proces nëpërmjet të cilit ai realizon një mundësi të begatshme të vetes. Ky aktivitet i njohjes e bën të ndjej lumturi e gëzim, e kjo ndikon në botën në të cilën njeriu jeton. Lumturia, shkruan Nietzsche, e atyre që njohin të rrit bukurinë e botës e ndriçon me këtë dritë të diellit, ai përkujton në fakt se Platoni dhe Aristoteli, ndonë thellësisht të ndryshëm njëri nga tjetri, u pajtuan në një pikë, se lumturia më e lartë për të gjithë njerëzit ka të bëjë me njohjen. Kurse më vonë Descartes dhe Spinoza kanë ndarë të njëjtin gjykim për vlerën e njohjes. Ju falenderit shumë për vëmendjen e juaj. Faleminderit shumë akademik Kullashi. Dhe tani do të vazhdojmë me botimin e radhës. Konferenca e Rambuje dhe intervenimi i NATO-s në Kosovë, të autorit akademik Arsim Bajramit, mirë po për shkak se recenzenti akademik Jusuf Bajraktari nuk është këtu, atër besoj që autorit do t'japim pak ma shumë hapësirë të na prezenton edhe veprën të recenzionit. Urdhoni akademik Bajram. Faleminderit shumë, e nderuara kryetare Justina Shiroka Pula, e nderuar kryetari i Akademisë Shqipërisë Skënder Gjinushi, të nderuar akademik, të nderuar profesor, të nderuar drejtoreshe e Institutit të Historisë së Kosovës, shumë e respektuara profesoresha Amigena Leskoviku. Natyrisht mungesë të recenzentit, unë kam një hapësirë më shumë, por nuk do të abuzoj me kohë, pra 10 minuta do ta përfundoj. Do të regoj se cili ka qenë motivi i këtij studimi që unë e quaj strategjik për Kosovën, sepse studimi trajton një temë historike apo me rëndësi vendimtare për fatin e Kosovës, pra dy ngjarje të cilat kanë shënuar historinë e re politike të Kosovës, konferencën e Rambujes dhe intervenimin apo bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi. Në fakt, fillim viteve të 90-ta fillon shpërbërja e përgjakshme e Federatës Jugoslave. Shumë analistë të çështjes Kosovës, britanik dhe amerikan, e kishin konstatuar se ky proces do të fillojë me Kosovën dhe do të mbarojë me Kosovën. Pa kemi të bëjmë me fundin e viteve të 80-ta një ringjallje e nacionalizmit hegemonist serb në një projekt të vjetër të Akademisë së Shkencave për krijimin e Serbisë së Madhe, që tentonte shfarosin apo shkatrimin biologjik të shqiptarëve të Kosovës. Dhe fillimi i viteve 90-ta e filloi këtë proces me 4 luftra të mëdha. Pra fillimisht me një agresion të madh në Sloveni, që zgjati vetëm 7 ditë, pastaj me një luftë të përgjakshme në Kroati, që la përfundoi me fitoren ushtarake kroate, me një gjenocid në Bosnjë dhe në Hercegovinë dhe me një gjenocid të dytë në Kosovë. Në fillim viteve 90-ta shqiptarët kishin zgjedhur një doktrinë të rezistencës paqësore të identifikohet me presidentin historik Ibrahim Rugova. Doktrinë kjo që mbrojti popullin e shqiptar të Kosovës nga një gjenocid i hershëm, sepse edhe më herët ishin bërë planet që gjenocidi i parë të ndodhë me shqiptarët. Por largpramësia e Ibrahim Rugovës bëri që të shmanget ky gjenocid me një rezistencë aktive paqësore, me ndërtimin e konceptit të një republike Kosovës dhe me një rezistencë violente. Por të nderuar pjesëmarrës, ky kurs civilizues nuk u shpërbly në konferencën e Daytonit, sepse Kosova padrejtisht u la anës dhe kjo bëri që Kosova të filloj luftën e armatosur, luftën shkrimtare, pra dalja në skenë e ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe fillimi i konfliktit armatosur bëri që Kosova të bëhet tema numër 1 botëror. Në këtë kontekst,
në Kosovë filluan ajo që quhet déjà vu, pra përsëritja e masakrave dhe gjenocidit serb. Pra ajo çfarë ndodhi në Srebrenicë u tentua në Kosovë dhe masakra e Recakut ishte një pikë kthese kur Bashkia Ndërkombëtare e ktheu vëmendjen te Kosova, apo thirrja alarmante e ambasadorit William Walker që të intervenohet sa s'ka ndodhur një gjenocid edhe më i madh se Srebrenica. Dhe në këtë kontekst në një shpejtësi marramense, kur as vetë nuk e pritim, u thirr konferenca e Rambujës dhe Franca u paraqit vullnetarisht Nikoqire që të organizoj këtë konferencë sepse kishte ide të bëhet qoftë në Washington, qoftë Vjenë, por i vetmi vend ku Serbia do të pranonte ishte Franca. Pra, konferenca Rambujës ishte një ngjarje historike ku për herë të parë shqiptarët e Kosovës u pranuan si palë të ulen një tavolinë dhe të vendosin për fatin e vet. Tash unë kam këtë pak edhe si dobësi, sepse kam qenë pjesëmarrës dhe kam qenë këshilltari kryesor, ligjor dhe kushtetues i delegacionit të Kosovës në Rambujë dhe në Paris. Dhe jo marrë në librin tim më shumë me prapaskenat, atë që se ka pa publiku, se sa me një deskripcion të ngjarjes. Pra. Mendoj se kjo ka qenë një konferencë historike dhe shqiptarët kanë korë një fitore politike dhe diplomatike. Duke i thënë po një marrëveshje jo perfekte, që nuk garantonte pavarësinë, por që shpinte drejt pavarësisë, drejt idealeve tona, dhe në fakt në këtë konferencë u ndërtu, siç e thoshte profesor Pemia Gani, partneriteti strategjik i Kosovës me Perëndimin. Sepse duke pranuar një marrëveshje, e cila mund të them me plot besim që u sponsoruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte projekti i presidentit Clinton, i Madeleine Albright, i Richard Holbrooke dhe i komplet garniturës udhëheqësit të asaj kohe, në fakt, ne e lidhëm atë aleancën me Perëndimin dhe jo shumë larg erdhi edhe bombardimi i NATO-s apo një intervenim që s'mund të imagjinoj që do të ishte aq i shpejt. Dhe padyshim se ky intervenim i NATO-s bëri që Kosova çlirohet, fillimisht të çlirohet, pastaj nën përkujdesjen ndërkombëtare të përgatitet për pavarësi, për shtetë ndërtim. Pra në pjesën e parë të librit, unë kam analizuar gjithsesi 3 dimensione të konferencës Rambujës. Dimensionin legal, juridik, duke shërbyer edhe vetë si ekspert legal, dimensionin politik dhe dimensionin ndërkombëtar. Natyrisht tani do të dalim pak te intervenimi i NATO-s. Pra një temë që akoma diskutohet jo vetëm në akademitë evropiane dhe amerikane, por edhe në shumë diskutime. Akoma ka diskutime për legitimitetin dhe legalitetin e këtij intervenimi. Po mund të them se ky intervenim i NATO-s ka qenë edhe legjitim edhe legal. Pse ka qenë legjitim? Sepse midis Evropës nuk do të mund të toleroj një gjenocid i dytë, çfarë po në Bosnë. Dhe NATO nuk do ta tolerante një mosveprim siç e bëri në Bosnë me shumë vonesë, sepse në Bosnë NATO veproi në mënyrë shumë të vonuar, apo ne siç e themi juristët post festum, pasi ndodhi gjenocidi në Srebrenicë dhe pas 100.000 viktima. Aso kohë ishte edhe 50 vjetori i NATO-s. Ishte një jubilej ku NATO duhet të demonstrante fuqinë. Dhe pas shumë kërcënimeve që u bënën Miloševićit, NATO vendosi që të intervenojë për herë të parë kundër një shteti që ishte antar i Kombeve të Bashkuara pa mandatin e Këshillit të Sigurisë. Tani kemi këto debate rreth intervenimit, rreth luftës në lindjet mesme, rreth luftës në Rusi dhe në Ukrainë, por aso kohë presidenti Clinton ishte i vendosur që të realizoj amanetin e presidentit Bush me kërcënimin e kështjellave të vitit 1992. Kur qeveria amerikane kishte bërë qartë se po e kaloi vijën e kuqe apo Rubikonin në Serbia, ne nuk do të lejojmë. Dhe këtë premtim e kishte thënë edhe Clinton me rastin e inaugurimit si president. Pra, jo shumë që kontestohet legitimiteti, sepse gjithë kanë pasë që është e nevojshme të intervenohet. Por, rreth legalitetit ka diskutime dhe ka 2 teori. Teoria parë është më tepër doktrinë ruse, që forcon sovranitetin territorial, dhe sipas cilës asnjë shtet nuk mund të bombardohet pa lejen e Këshillit të Sigurimit, dhe teoria e intervenimit humanitar, që është një reformë e drejtës ndërkombëtare, sipas së cilës intervenimi është i lejuar kudo që bën spastrime etnike apo akte të gjenocid. Dhe padyshim që ky intervenim ka ardhur si pasojë e një konglomerat faktorësh,
Është ajo pyetja që thuhet pse NATO intervenoi në një shtet vogël, në një shtet që ka vetëm 2 milion banor. Unë mendoj se ka më shumë se një faktor, ka shumë faktor, po unë po i renditi disa. Në libër i kam futur 10 faktor dhe i kam argumentu, po i përmeni 5 më të rëndësishëm. E para sepse Kosovës bëj një politikë e spastrimit etnik, një gjenocid që mund të eskalon të luftën edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut. Pra kishte analiza, po të leroj vazhdimi i luftës, ai do të zëroj në Shqipëri, ku kishte më shumë se 1 milion shqiptar, dhe po ashtu edhe në Maqedoninë e Veriut. Pra ky ishte arsyeja e parë pse intervenoi NATO. Arsyeja e dytë ishte kompenzimi moral ndaj vonesës së intervenimit në Bosnë, sepse edhe sot e dim se NATO e ka të lënduar ndërgjetjen pse u bë ai genocid në qytetin e Srebrenicës, në një qytet që mbrojë nga NATO-ja, nga kontingenti holandez. Holandez, pra në patronatën holandez u bëj, dhe jo rastisht Holanda pas 2 vite shkarkoi kryeministrin. Bëri hetimin parlamentar dhe shkarkoi kryeministrin pikërisht për dështimin në Srebrenicë. Faktori i tretë është geopolitik. Është geopolitik, sepse ishte interesi NATO-s që mos toleroj Serbinë, që të shtri konfliktin dhe do të edhe mos toleroj edhe Rusinë. Të përfshihet edhe rrugja dhe kredibilitetit të aleancës. Do ta përmendoj me një fjali që kam thënë edhe në libër, por që kam thënë edhe shumë intervista televizive që merren me këtë temë. Mesin e shumë fatkeqësive, populli shqiptar i Kosovës ka pas një fat. E fati është që ky intervenim ka ndodhur në një kontekst të përshtatshëm geopolitik. Kur bota ishte një polare, viteve 90 kishim tentativën për krijuar rendin e ri botëror, të udhëhequr nga Amerika, nga Britania Madhe, nga shtetet evropiane. Para mendoni të nderuar koleg, a do të ishte i mundshëm një intervenim sot, kur bota po bëhet tripolare dhe ku praktikisht edhe NATO po ka kufizimin e intervenim. Me siguri që do të pajtoni ju se do të ishte gati një mision i pamundshëm. Ju faleminderit. Faleminderit akademik Bajrami, dhe para se të jap fjalën seksionit të shkencave natyrës, unë dëshiroj të falenderoj të gjithë autorët dhe recenzentët e Akademisë së Shkencave të Kosovës për kontributin të cilën e dhanë, dhe besoj dhe pa vullnetin dhe entuziazmin e tyre që edhe në të ardhmen do të kemi votime jashtëzakonisht interesante dhe të mira. Faleminderit. Ju lutem nëse mund të fillojmë. Jemi mirë me kohën, kryetar. Ju falenderës për mundësinë, nderuar udhëheqës të 2 akademive, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, nderuar akademike Justina Shiroka Pula dhe akademik Skënder Gjinushi, nderuar akademik, nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, është kënaqësi e veçantë që para jush të moderoj për urimin e një veprës fundit në fakt të shkencave të natyrës të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, librin Eksergjia të autorit akademik Feyzullah Krasniqi,
të cilin ne konsiderojmë jo vetëm një vepër me vlera të veçanta teknike, po e konsiderojmë edhe një akt të veçantë epistemologjik, i cili në fakt sqaron për mënyrën se si ne aktualisht duhet ta konceptojmë energjinë dhe na fton që të mendojmë përtej këndvështrimit tradicional, duke menduar edhe mbi potencialin që ka energjia për të kryer punë, sepse konsiderohet se ky potencial është baza themelore e zhvillimit teknologjik. Në fakt, libri e sfidon intuitën tonë të menduarit zakonshëm. Është një libër i cili në fakt imponon që të konsiderojmë edhe përtej energji si masi sasiore, po të vlerësojmë që energjia në fakt ka edhe konceptin tjetër, ka edhe parametrin e cilësisë, i cili mbase do duhet të ardhmen të jetë edhe një parametër për vlerësimet e më të tjershme. Kështu që si një tekst i cili është jashtëzakonisht i pasuruar me aparatin matematik dhe me paraqitjet dhe ilustrimet grafike, ne konsiderojmë se ka me qenë një prej pikave referente për gjithë studiusit dhe për të gjithë ata që janë të interesuar të njohin logjikën e brendshme të sistemeve energjetike. Shkurtimisht do të thoja se profesor dhe akademik Feyzullah Krasniqi, përveç veprave të veçanta, në fakt të ne ka përkrijuar dhe ka ndërtuar një traditë në mendimit inxhinierik në përgjithësi dhe për këtë falenderojmë në mënyrë të veçantë. Për të hyrë më thellë në vlerat shkencore të këtij teksti, kam nderin që të ftoj profesor Feta Podvorisën, antar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të ju paraqes recenzionin që e kanë shkruar akademik Nejat Daci, tashmë ndjer, dhe akademik Isuf Krasniqi. Profesor Feta, fjalë për juve. Faleminderit profesor, i nderuar kryetar e Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, i nderuar kryetar e Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, akademike Justina Shirokapula, të nderuar pranishëm, kam kënaqësinë që në rolin e redaktorit të librit Eksergjia të autorit akademik Feyzullah Krasniqi t'i them disa fjalë për këtë botim. Ky libër paraqet një analizë detajuar lidhur me eksergjinë si pjesë e energjisë së një sistemi e cila mund të shfrytëzohet, ndërsa pjesa tjetër e energjisë e cila nuk mund të shfrytëzohet prej sistemit quhet energji. Libri që po e promovojmë sot është rezultati një përvojë gjatë autorit në trajtimin e problemeve të energjisë, pasi që profesor akademik Feyzullah Krasniqi ka qenë mësimdhënës i lëndëve cilat janë të lidhura me proceset energjetike dhe eksergjetike në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike të Universitetit Prishtinës, si dhe bashkëpunimit të tij të gjatë me industrinë termoenergjetike në Kosovë. Libri është i ndarë në 8 kapituj dhe është ilustruar me 138 figura dhe 595 ekuacione, të cilat e kompletojnë dhe lehtësojnë mënyrën shpresë dhe të kuptimit fenomeneve teknike për këtë nocion. Në 2 kapitujt e parë janë dhënë informacione të rëndësishme për ligjet e termodinamikës, si dhe proceset termodinamike me tekst të veçantë për llojet e punëve, si dhe të llojeve të nxehtësisë të cilat shfaqen. Më pastaj është trajtuar gjithsesi eksergjia, ku fillimisht janë dhënë kuptime themelore për energjinë dhe eksergjinë, dhe pastaj është vazhduar me nxjerrjen dhe analizën e ekuacionit themelor termodinamikës teknike. Ky ekuacion vetvete i përmban shprehjet e 2 ligjeve themelor termodinamikës. Për dallim prej energjisë, e cila i nënshtrohet ligjit të ruajtjes së saj, eksergjia në shumtën e herave zvoglohet ose konsumohet apo shkatërrohet për shkak të irreversibilitetit, si e quajmë, ose jo prapësueshmërisë të proceseve reale. Harxhimi i eksergjisë është i lidhur ngushtë me rritjen e entropisë gjatë proceseve të pakthyeshme. Materiali i shtjelluar në kapitujt tjetër librit, përveç analizës së eficiencës energjetike, e cila në vete përfshin ligjin e parë termodinamikës, është analizuar për herë parë edhe eficienca eksergjetike. Me analizën eksergjetike mund të identifikohen pajisjet ku ndodhin humbjet më të mëdha, jo vetëm të energjisë në formë të energjisë, por edhe të kualitetit saj, gjithsesi eksergjisë. Kjo qasje e analizës sistematike eksergjetike na mundson që të njihen shumë më mirë prej ekspertëve dhe të bëhet optimizimi i sistemit. Gjithsesi e hap rrugën për veprime shkencore profesionale në drejtim të humbjeve të energjisë. Në libër është bërë analiza e thukët eksergjetike pajisjeve termoteknike,
analiza energjetike dhe eksergjetike e termocentraleve dhe sistemeve me kogenerim, e sistemet tharjes dhe e sistemet të energjisë termike. Aktualisht në botë, edhe përkundër përpjekjeve të mëdha për diversifikim të shfrytëzimit të resurseve të energjisë, ende përdoret me të madhe thëngjille për prodhimin e energjisë elektrike. Por, të njëjtën kohë përdorimi i thëngjillit ngrit çështjen e ndotjes mjedisit. Prandaj, mund të konstatohet se analiza eksergjetike e termocentraleve ka rëndësi të madhe praktike, sepse me anë të saj mund të identifikohen procese termodinamike irreversibile, gjatë cilave ndodh humbja e energjisë gjithsesi shkatrimi i eksergjisë. Në këtë libër është përmendur edhe rasti i termocentraleve dhe sisteme me kogenerim, ku është analizuar edhe bloku i termocentrali Kosova B në Obiliq, Kastriot në Kosovë, me prodhim të kombinuar të energjisë mekanike, gjithsesi energjisë elektrike dhe të energjisë termike, që në fakt ka të bëjë me kogenerimin, përkatësisht me prodhime në një vend të energjisë elektrike dhe energjisë termike, e cila përdoret për ngrohjen e një pjesë të qytetit Prishtinës. Në këtë rast ndodh një zvogëlim i prodhimit të energjisë elektrike, diku 12.6 MWh është, por me këtë avull prodhohen rreth 70 MWh energji termike, e cila shpenzohet pastaj për ngrohjen e qytetit Prishtinës. Në fund të librit, në kapitullin Eksergjia dhe ekonomia, është analizuar ndërlidhja e eksergjisë së shkatruar gjatë zhvillimit të një procesi të caktuar në një pajisje dhe investime kapitale të cilat duhet i planifikojmë për mirëmbajtjen e asaj pajisje me qëllim që konsumi i eksergjisë të vogëlohet. Kështu del një relacion ndërmjet eksergjisë dhe ekonomisë, të cilin autori e ka pasqyruar mjaft qartë dhe e bën eksergjinë me përdorim shumë të gjerë. Në përfundim, materiali shqalluar në krerë të veçantë këtij libri do të jetë shumë i dobishëm si për specialistët e fushës që merren me hulumtime shkencore dhe profesionale në lëmin e termoteknikës, termoenergjetikës dhe pajisje procesore, ashtu edhe për studentët e nivele master dhe doktoratës, nga lëmi i shkencave teknike në përgjithësi, si dhe nga lëmi i inxhinierisë mekanike në veçanti. Ju falenderit. Ju falenderës, profesor Fetave, s'ka dyshim që koncepti shumë i thellë teorik dhe shkencor i eksergjisë në tarme do të jetë një vegël praktike për ekspertë e industrisë në minimizimin e humbjeve mekanike. Tani kam derën e veçantë që të thoj akademik Feyzullah Krasniqin, autorin që i dha jetë kësaj vepre, e cila është jashtëzakonisht voluminoze dhe komplekse, dhe për më tepër për informacionin e juaj është një plotësim i bashkëllëkut të literaturës shkencore në veçanti në fushën e energjisë dhe i këtij koncepti që për shumë kënd ndoshta ka qenë koncept i ri. Faleminderit, fjala për ju, profesor. Nderuar akademike Justina Shirokapula, i nderuar akademik Gjinushi, të dytë kryeakademik në dy akademitë tona. I nderuar ish kryeministër Mustafa, të nderuar kolegë akademik, të nderuar përneshëm. Fillimisht i falenderoj profesorin Enver dhe profesorin Fetaf për paraqitjen e tyre. Siç thanë këta, eksergjia, unë do të thosha vetë, është moza e energjisë. Energjia përbohet për dy pjesëve. Është pjesa konvertibile që quhet eksergji dhe pjesa jo konvertibile që quhet anergji. Të dyja bashkë këto e përbëjnë energjinë. Për shembull, energjia kinetike është në tërësi eksergji. Ajo në tërësi, domethënë energjinë e kod zero. Energjia potenciale është tërësisht eksergji. Energjinë e kod zero. Energjia termike nuk është eksergji, është vetëm pjesërisht eksergji. Rreth 33% e saj është eksergji. Pjesa tjetër është humbje, përkatësisht është energji. Këtë çështje e komponu është ndër veprat e rralla, jo në Shqip nuk ka, por në rralla edhe në botë. Më thonë është një vepër shumë e rëndësishme për termoenergjetikën në përgjithësi. Gjatë proceseve reversibile ose të kthyeshme, proceset eksergjia nuk humbet. Po kur proceset janë irreversibile ose të pakthyeshme, kemi
shkatrim të eksergjisë. Prandaj lidhja e eksergjisë me ekonominë është shumë e domosdoshme. Në qoftë se pajisin e mirëmbajmë ose kemi një pajisje të re, shkatrimi i eksergjisë është më i vogël, por shpenzimet për mirëmbajtjen e pajisjes janë të mëdha. Këtë aspekt është punu, domethënë, për termocentralin Kosova B dhe për disa pajisje tjera. Unë ju falenderoj për mos më lodh, me qenë se është një term pak i vështirë, shumë kanë pyet çish është shqip ky eksergjia, ajo është internacional që nga viti 1953, kur profesori Rand e ka quajt punën teknike maksimale me shprehjen eksergji. Faleminderit shumë. Falenderës akademik Feyzullah. Me këtë akt e përmbyllim pjesën zyrtare të promovimit të tekstit, po gjithsesi edhe të gjitha botimeve të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ju falenderoj shumë për mirëkuptimin e juaj.